Qysh I bjen navigimi inteligjent vetë vozit kjo? Vetë vozit, çmimi I kësaj veture është E ardhmja është elektrike. e ka edhe një mikrofon. Von pas ka edhe mikrofon për karaoke. Ky është parfumi BYD-s. A që ndrën gjatë kja? Që kjo tha që është modeli më I shitur në Shqipëria. Unë jam konë me qëton më romi, po ndo këta. Sa ko I duhet derisa të vjen vetura? Klientët që do e shikojnë videon tënde, domethënë në rrjetet e tua sociale, do t'i bëjmë 500 euro zbritje brenda këtij çmimi. Alpcar Import, ju kom thonë që është edhe në Veternik.re. Unë sot erdha me vizitu për herë disot, po hera aport që po bëj historie, më thanë që ka ardhë një model I ri I BYD-it, kjerreve elektrike I kom përmend shumë storjet e fundit, më thanë që kjo është diçka prej fjallës të fundit të industrisë së veturave elektrike. Hajde mësojna ma shumë. Që kjo do të me konë sigurt, po vërehet që është ma I sofistikum, çfarë super BYD. Pa, edhe përshëndetje, si e, a je mirë? Qish po kalon? Apo lo ti e përgjat këto? Po, unë jam Emiliano Llaga, jam drejtuesi Llaga Group në Prishtinë edhe në Tiranë. Për herë të parë në Kosovë ne kemi sjell BYD Scialion 07. Është që kjo do me thonë seria e fund, se si hina o më ronë sy, se më tregun mu që ka orë. Kjo është versioni do me thënë më full I BYD Scialion 07. Për herë të parë kjo veturë është në Prishtinë. Do me thonë nuk ka tjetër. Jo, kjo është për herë të parë dhe është versioni më full I BYD Scialion 07, me karrigat I ka me masazh, I ka me ngroje ftoje para mbrapa, ka dhe sistemin e navigimit inteligjent. E qysh I bjen navigimi inteligjent vetë vozit kjo? Vetë vozit, për momentin mendojmë që nuk funksionojnë 100% në rrugët tona si në Shqipëri dhe në Kosovë, por me kalimin e kohës duke bërë update dhe hartat e reja, ne mendojmë se kjo do funksionoj edhe në Shqipëri dhe Kosovë. Okej, a bën mull pak? Patjetër po. Qëre njerëz BYD I ri, une ja hum nis me konsideru seriozisht, me zovëncu Citroenin ta me morë një BYD. Qëre interieri mrena njeri që shko ka, I portokalt, fantastika. Përveç autopilotit, navigimit inteligjent, çka ka tjetër të veçantë? Tjetër të veçantë kjo makinë ka dhe 2 kamera të brendshme. Këto kamera, do me thënë, kamera që ka të trau, funksionon për pjesën, nëse piloti është shumë I lodhur dhe po I mbyllën sytë gjatë vozitjes, atëherë kjo makinë mund të ndaloj edhe të hapi krahun, do me thënë, diku në autostradë, do me thënë, derisa ti të zgjohesh. Ua, automatikisht e bëna? Po patjetër automatikisht, prandaj dhe ka 2 kamerat e brendshme. Sa është çmimi Atëherë çmimi I kësaj veture është 33.900 euro, është çmim promocional dhe do ta bëjmë edhe një ofertë tjetër për të gjithë klientët që do nxitojnë për ta rezervuar këtë makinë dhe do e shikojnë videon tënde, domethënë në rrjetet e tua sociale, do t'i bëjmë 500 euro zbritje brenda këtij çmimi. Ma lexoj mendjen. Në moment që klienti e blen këtë makinë, kjo ka dhe sistemin domethënë e parfumosjes makinës, ky është parfumi BYD-s. Apo? Po. Mujna me hap nashta. Ne po flasim. A ti marrë pak? A që ndrën gjatë kja? Po, patjetër, shife janë profesionale dhe janë origjinale. BYD Scialion 07 e ka edhe një mikrofon. Ky mikrofoni domethënë shërben për karaoke dhe ata që kanë qef me kënduar në makinë. Wow, Domethënë ajo lidhet me sistemin e makinës edhe gjatë kohës që ti e ke çuar një muzikë ose një këngë profesionale, një këngë që ty të pëlqen, atëherë ti bashkë me makinën po këndon edhe ti, domethënë edhe po kënaqesh brenda. Domethënë pas ka edhe mikrofon për karaoke, kjerë njerëz. Qish më kalon? Po besoj boll mure informata për Scialionin, edhe ngova të ngu, po pse s'po fletni për qëtë modelin tjetër? Hajde, okej, se mi mur sy që modeli ma I ri që është showroomin tunë, BYD ato 2. Ato 2? Po, BYD ato 2 se jam mësu me ato 3 Okej. edhe ko shumë elegant, ndash për taksin, ndash për familje. Autonomin 401 km I bën me një bateri. Dhe më thonë, çmimi s'kem nevojë zbritjas promocional. 17.900 euro që e ki. Një me që ka lira. Edhe luks, edhe elegant, edhe përshtatshëm. është dhejës tasha? Po, dhejës është. Se një ta heq. Jo se një mëlla. Një jap gaza ndodh në i sen? Ju veç... Veç një sot pëj, kur që tjetër. Po, hajde, okej. Njerëzit janë të interesum, po problemi ka pak po qëndrën në të dogona, shpresoj që me hjek dogonën. Se shumë, a? Po shumë është se na këtë gujën e kina
green për me mbrojt ambientin, a kush s'po bojnë për me mbrojt ambientin. A përdojnë që kjo është ajo. Edhe që shkom thonë, na të loka e kina një mëto. Që e ardhmi është elektrike. E vërtet. Këto vetura merë garancion 3 vjet ose 100.000 kilometra. Apo? Po, normal, na të Për çdo loka... blerje do me thonë keni garancion 3 vjet. E kena servisin tonë të autorizum, dash për pjesë, dash për çka dush, na ju qëndrojmë mbrapa klienta. Aktualisht ne kemi servisin tonë në Tiranë, që janë specializuar për pjesën e makinave elektrike. Jemi për ditë duke u trajnuar me këtë punë shumë shpejt, domethënë jemi duke u përgatitur që të jetë edhe një mini servis në ambientin tonë për diçka për çek, për ndërruar filtrin e kabinës që duhet çdo 10.000 kilometra që ka detyrueshme klientit të vitë tek ne. Ai është versioni luxury, që ti e ke bërë edhe një video tjetër me ata, ndërsa ne tani prapë kemi sjell versionin flagship. Ky është me 605 km autonomi, normalisht i ka një bateri më të fuqishme se versioni luxury me 520 km autonomi. Unë jam konë me qëton mëromje, po ndo këta. Ma ta ke qenë mramje. So kushton kjo, Emiliano? Çmimi i kësaj makine është 27.600 euro në çmim promocional. Asistenca do jetë e përhershme për çdo klient në çdo lloj rasti, në çdo lloj problemi, edhe në raste të aksidenteve për të sjellë pjesët e këmbimit. Pas një laramani opsionesh, nëse shkëni për diçka pak më të sofistikume si Lion, koka nishe, kryesori, do me thonë, të rrëdhët e 2.000 euro e 400 i bikja, 33.000. 33.000 e 400 me zbritje nëse përmend një videon tonë vlen kjo, për juve që zdoni me shpenzu shumë, qëre ku ke veç 17.000 e diçka rrëth 18.000 euro, fantastik edhe kë. E kë, Emiliano, çfarë është? Kjo është BYD Dolphin, Kjo është BYD Dolphin, versioni fashion, më 2025, do më thënë, ka hyrë modelit 2000, do më thënë është njëtë me modelin 2025, ka 420 km autonomi, i ka serdile karrigat, i ka me ngroje dhe ftoje brenda, i ka dritat LED dhe biksenon para, ka panoram, ka dhe xhamat e zinj original që në një makinë kaq të vogël ti kesh gjithë të opsione. Okej, so kushton kjo? Kjo kushton 18.900 euro. 18.900, a? Emiliano, që kjo tha që është modeli më i shitur në Shqipëri, a? Atëherë kjo është modeli më i shitur në Shqipëri, është Segul Fly, 405 km autonomi, më 2025. Pse është më i shitur? Kjo është më i shitur sepse e para është çmimi, e dyta kilometra që bën 405 km dhe e treta domethënë që e bën më shumë të rregje sepse shumë kompani e kanë zgjedhur për stafin e tyre, për të lëvizur, për të mbaruar punët, është shumë praktik në për qytet, edhe normalisht kjo gjë e bën me luksin, me dizajnin që ka kjo makinë, edhe me çmimin e ka bërë më të shitur. Sa është çmimi? 14.900 euro. Diçka që duhet të cekim është që ne kemi edhe karikusat e mëdhenj për bizneset që marrin disa flota, mund të ofrojmë edhe karikusat, domethënë që fillojnë nga 40 kW deri në 180 kW që ne kemi në gjendje. Këto janë kulla karikimi që zakonisht i marrin bizneset ose karburantet, ose ata që kanë të paktën më shumë se 3 makina për punët e tyre. Fillojnë nga çmimet nga 3.500 euro deri në 16.000 euro që në varësi të fuqisë. Për çdo klient të interesuar mund na kontaktojnë dhe ne i japim çmimin. Edhe për një karikus që ndoshta se kemi, ne mund t'ia sellim me porosi. Diçka tjetër në Prishtinë, në Kosovë, çdo model karikusi që ka montuar karburantet, më përpara këtu janë shitur versionet europiane dhe kokat e karikimit janë europiane. Edhe ti të shkosh të karikosh aktualisht në Prishtinë, domethënë në këto karikusat e karburanteve, kërkoj që ti të kesh një adaptor me vete. Ky adaptori është një kosto ekstra, që është 1.300 euro, si kosto, është produkti më i mirë që ne kemi zgjedhur, por për gjithë klientët që e duan këtë adaptor, tek ne mund ta gjenë për 1.000 euro. Emiliano, prej momentit kur personi shembull e porosit veturën, sa kohë i duhet derisa të vjen vetura? Në moment që ne bëjmë blerjet atje, domethënë ka një proces nga 20 deri në 55 ditë brenda kinës, si këto nuk i tregon njeri për të bërë shitje sa më shumë çdo kush, domethënë për që malli të bëhet gati në varësi të produktit, domethënë vonon nga 20 deri në 55 ditë brenda kinës. Nga momenti i nisjes një makinë niset me kontinier, domethënë që i merr 3 copë brenda në një kontinier, dhe procesi i transportit zgjat nga 60 deri në 75 ditë që arrin në Durrës. Dhe nga momenti që arrin në Durrës do 5 deri në 7 ditë pune që ky produkt domethënë të arrin në salonin ton në Tiranë. Pastaj ne i bëjmë gati dhe i nisim për në Prishtinë. Që do të thotë ka një proces shumë të gjatë.
por që ne të shmangim të lloj gjaje dhe që klientët mund të blinë disa modele ose shumëllëshmëri modele, sepse ne kemi një stok mbi 150 makina të blera dhe të nisura për në Shqipëri. Dhe njerëzit rezervojnë modelet që ne kemi dhe ndoshta i bie për të pritur maksimale 60 ditë ose minimale 15 ose 20 ditë dhe merr makinat shumë herët. Ndryshe nga çdo kusht tjetër që mund të reklamojë një produkt pa e pasur, në çdo produkt që ne reklamojmë, ne kemi në stok. Ndoshta jo gjithmonë në stok fizikisht në Shqipëri, por në stok gjatë rrugës duke ardhur. Do të thotë që një klient kur vjen bën një kontratë me një numër shasie, merr një tracking number për të vërtetuar që ku ndodhet ky produkt që është brenda kontinjerit duke ardhur dhe ai e di se kur ky do arrin në portin e Durrësit. Që klienti gjatë gjithë kohës është informuar për ata çfarë blen. Për ata që dojnë me porosit vetur, çysh mujnë më kontaktu, ku mujnë më shkru njerëzit? Atëre, ne duke i dhënë shumë seriozisht kësaj pune, kemi hapur faqen e re në Prishtinë, që është Autollaka KS ose Autollaka Kosova, që do ketë gjitha modelet elektrike, aty do reklamohet çdo gjë rreth makinave elektrike, siç e kemi edhe në Shqipëri Autollaka që reklamojnë makinat elektrike. Për çdo gjë do na kontaktojnë te Autollaka Kosova, do ketë numrat e telefonit edhe çdo informacion për makinat elektrike. Gjithashtu ne kemi edhe një faqe që kemi hapur, domethënë, për të rritur sa më shumë pjesën e importit nga Kina, që hedhim çdo lloj modeli, jo të gjitha zhdoganojnë në Kosovë, por aty janë të gjitha, që është faqja që në Instagram Kina Import. Është po pjesë e Llaka Group edhe ajo si faqe dhe menaxhohet po nga ne. Që ka shprej me e nga mne, nëse ju pëlqen që a bëj, ju pëlqen kontenti jam, siguroni me ma bo follow në krejt platformat ku jeni prezente jam edhe one, kështu që jeni më një kauzës, me ma bo një follow edhe me share që të veda.